35 vite kanë kaluar që nga dhjetori 90, kur studentët shqiptar dolën në rrugët e Tiranës për të kërkuar lirinë dhe demokracinë, duke hapur një kapitull të ri historik për vendin. Ky përvjetor i gjen Shqipërinë në një udhkryq të ri, ndërsa shoqëria përballet me sfida politike dhe ekonomike, dhe të rit mbeten forca kryesore e shpresës për ndryshime të mëtejshme. Si çdo vit, ish presidenti Sali Berisha vendosi kurora me lule pranë shtatërore së Azem Hajdarit, duke përkujtuar heroizmin e studentëve dhe duke përcjellë mesazhin se besimi dhe shpresa e tij mbeten tek rinia. Sot në ditën e rinisë, në 8 dhjetor, Edi Rama vjen si armiku më i egër i trive shqiptar në tërë historinë tonë. Shpresa e vetme për të përmbysur narkoregjimin e Ramaduros është rinia shqiptare, është gjenerata Z. I biri Azem Hajdarit mori pjesë në ceremoni për të ruajtur kujtimet dhe emrin e të atit, ndërsa bashkëshortja dhe vajza e tij munguan këtë herë. Të rinjtë sot nuk kanë asgjë, as më pak as më shumë se ç'kishte Azem Hajdari. E vetmja gjë që është në lojë është shpërqendrimi. Dua të them për gjithë ata të rinj që mendojnë që vota ime s'bën ndryshim, një votë s'bën ndryshim, ose ç'a ndryshimi bën po dola në protestë, ose ç'a ndryshimi bëra po bëra unë këtë gjë se unë një person jam. Nga një person bëhen 2, nga 2 bëhen 3, dhe jo vota, dhe jo dalja në proteste, dhe jo këtë gjëra, po edhe një diskutim në një grup mbi 3 veta, ku njerëzit diskutojnë për hallet dhe problemet e veta dhe për të përmirësuar veten, shoqërinë e tyre dhe kushtet, bën një ndryshim shumë të madh. Në ditën e rinis, manifestimet shërbejnë si një reflektim ndryshimet historike dhe sfidat aktuale për të rinjtë e sotëm të njohur si gjenerata Z, por kujtohet si fuqia e tyre mund të jetë vendimtare për të sfiduar autoritetet dhe për të ndërtuar një të ardhme më demokratike. Ky përvjetor gjithashtu sjell në vëmendje angazhimin politik dhe shoqëror të ish studentëve, të cilët kërkojnë një rinjë aktive dhe një pjesëmarrje më të madhe në jetën publike.